Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Diskutimi në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut të projektit Safe City vijon të shkaktoj debate mes partive politike. Nga opozita, Bashkimi Demokratik për Integrim deklaroi se nuk voton propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kundërvajtje. Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Hajdari, adresoi disa nga kërkesat për ndryshime. Me miratimin e këtij ligji pritet që nga 1 shkurti të fillojë zbatim funksionimi i sistemit Safe City. Alianca për shqiptarët shpreh shqetësime serioze sociale dhe kushtetuese për ligjin për kundërvajtje dhe zbatimin e projektit Safe City. Sipas saj, ligji nuk respekton përdorimin e gjuhëve, dënimet janë disproporcionale dhe projekti zbatohet vetëm në disa qytete duke krijuar padrejtësi dhe diskriminim. Alianca kërkon rishikim, debat publik dhe zbatim të barabartë në të gjithë vendin. Sipas saj, siguria në komunikacion është e rëndësishme dhe domosdoshme, por ajo nuk duhet të realizohet në kuristë të mirëqenies dhe jetesës së qytetarëve përmes dënimeve disproporcionale dhe pandjeshmërisë sociale. Deputeti i Lëvizjes Populli Skënder Recep Zejdi është rreshtuar kundër projektit Safe City. Përmes rrjeteve sociale ai deklaron se është pro sigurisë së qytetarëve, por kundër mënyrës se si po zbatohet ky sistem. Sipas tij, projekti është i papërshtatshëm për realitetin për shkak të infrastrukturës së dobët rrugore, ndëshkues dhe synon mbushjen e buxhetit përmes gjobave. Krahas asaj, Recepi e cilëson projektin antikushtetues duke theksuar se në Shkup, Kumanov dhe Tetov, gjua shqipe është zyrtare, ndërsa software i sistemit është përgatitur vetëm në gjuhën maqedonase, çka sipas tij do të sjellë kosto shtesë dhe barë financiare për buxhetin e shtetit. Koalicioni i qeverisë së Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbron projektin Safe City si çështje sigurisë publike, e mbrojtjes së jetës së qytetarëve dhe vendosjes së rendit në komunikacion. Në deklaratën e Vlen thuhet se kur flasim për Safe City, nuk flasim për kamera apo për gjoba, apo për jetë njerëzish. Koalicioni garanton se çdo akt që do të dalë nga Ministria e Punëve të Brendshme, pavarësisht nga zyra e dorëzimit, do të jetë i përgatitur dhe i dorëzuar në gjuhën e përcaktuar sipas ligjit të kushtetutës, duke garantuar respektim të plotë të drejtave gjyqësore të qytetarëve, përfshirë dhe gjuhën shqipe. Vijon digitalizimi i shërbimeve në Maqedoninë e Veriut. Ministria për Transformim Digjital dhe Fondi Sigurimeve Shëndetësore njoftoi fillimin e një bashkëpunimi, duke paraqitur shërbime elektronike të reja për qytetarë dhe biznese dhe lidhjen teknike të Fondit Shëndetësor me Regjistrin Qendror të Popullsisë për të thjeshtuar procedurat dhe ulur barrën administrative. Shërbimet përfshin nxjerrjen online të certifikatave për pagesat e sigurimeve shëndetësore për bizneset, si dhe certifikata për regjistrime, status të sigurimit dhe pagesa për qytetarët, të gjitha të qatshme në portalin elektronik me një sistem të vetëm të hyrjes dhe me të dhëna të përditësuara automatikisht nga Regjistri Qendror, duke reduktuar gabimet dhe kohën e pritjes në sportele. Rriten me rreth 46% rastet e gripit në Maqedoninë e Veriut në krahasim me një vit më parë. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi për 2062 raste të sëmundjeve të ngjashme me gripin gjatë javës së tretë të vitit 2026, një rënje me 11% krahasuar me javën e kaluar, por 46% më shumë se vitin e kaluar. Më të prekur janë fëmijët deri në 4 vjeç dhe mosha 15 deri në 64, ndërsa te të moshuarit mbi 65 vjeç janë raportuar 266 raste. Aktivitet shumë i lartë i virusit është regjistruar në Dibër, Orë, Shën Nikol dhe Kavadar, ndërsa nga fillimi i sezonit janë raportuar 8209 infektuar dhe 3 viktima, duke bërë apel për vaksinim veçanërisht te grupet me rrezik. Rajoni. Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për funksionalizimin e Komisionit Përbashkëm për Persona të Zhdukur gjatë luftës. Kryenegociatori i Prishtinës, Besnik Bislimi, pas raundit të dialogut me Serbinë të zhvilluar në Bruksel, tha se tani mbetet që javët e ardhshme të takohen zëvendësit dhe të përcaktojnë prioritetet e para për punën e Komisionit të Përbashkët. Arrim dakordim që sot ta funksionalizojmë Komisionin e Përbashkët për jetësimin apo zbatimin e marrëveshjes për personat e pagjetur në mes kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić. Takimet ishin suksesshme dhe në fund arritëm që përfundimisht ta jetësojmë këtë objektiv. Tani ka mbetë që në javët e ardhshme të takohen zëvendësët tonë dhe të përcaktojnë prioritetet e para për punën e Komisionit Përbashkët. Ndërkaq, kryenegociatori i Serbisë, Petar Petković, e cilësoi raundin e dialogut të 22 janarit si takimin e parë të Komisionit të Përbashkët për zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë njëherësh janë dhe bashkëkryesues të këtij komisioni. Vlerësim për Kosovën dhe paqen e ka cilësuar presidenti Vjosa Osmani, pjesëmarrjen e saj mes 20 shteteve themeluese që nënshkruan kartën e bordit të paqes në Davos,
Në intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, ajo tha se të qenit pjesë e themelimit të kësaj marrëveshje përbën një vlerësim të drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të presidentit Donald Trump ndaj Kosovës dhe progresit të arritur. Për Kosovën secili andarësim në organizata ndërkombëtare është i rëndësishëm, por ajo bëhet edhe më e rëndësishme dhe merr karakter historik kur flasim për themelim të organizatave nga aleatët tanë strategjik, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është aleat që ka qëndruar pranë Kosovës në kohët më të vështira dhe vazhdon të qëndrojë me ne teksa arrijmë suksese të reja për vendin dhe për popullin tonë. Presidenti Vjosa Osmani përfaqësoi Kosovën si anëtare themeluese të barabartë dhe me të drejta të plota në këtë nismë ndërkombëtare për paqen. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Dogana e Kosovës përforcuan kapacitetet teknologjike me një skaner të avancuar të dhuruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Inaugurimi u krye në pikën kufitare të Merdares. Ministri në detyrë, Xhelar Zveçla dhe përfaqësuesi i ambasadës së SHBA-s, Anu Patripati, vlerësuan donacionin jo vetëm si një mjet që rrit sigurinë kufitare, por që forcon dhe partneritetin ndërmjet Kosovës dhe SHBA-s, duke lehtësuar tregtinë dhe duke ndihmuar në stabilitetin rajonal. Për Zveçlën, sigurimi i kufirit përbën një shtyllë themelore të sigurisë kombëtare. Kjo mbështetje për institucionet tona do të ndikojë drejt për drejt në forcimin e luftës kundër veprimtarive të palegjshme si kontrabanda me mallra, me armë, narkotik dhe qenie njerëzore, që të cënojnë sigurinë e vendit dhe mirëqenien e shtetarëve tonë, duke kontribuar njëkohësisht edhe në rritjen e sigurisë rajonale dhe më gjerë. Ndërsa përfaqësuesi i ambasadës, Anu Patripati, tha se skaneri do të ndihmojë doganës Kosovës të parandalojë kontrabandën, të zvoglojë kohën e pritjes dhe të sigurojë që tregtia legjitime të rrihet pa pengesa përtej kufirit. Hapja për herë të dytë e shtëpisë së Kosovës në Davos të Zvicrës, ku zhvillohet dhe forumi ekonomik, kryeministri në detyrë Albin Kurti e komentoi si moment i rëndësishëm. Synimi mbetet paraqitja përpara organizatave ndërkombëtare të mundësive për investime ekonomike dhe për shkëmbime tregtare. Ne këtu në njërin anë prezantojmë kulturën, identitetin dhe atë se kush jemi, ndërkaq në anën tjetër gjithashtu i prezantojmë edhe mundësitë për investime ekonomike, për shkëmbime tregtare dhe për bashkëpunime të gjitha llojeve. Pra, tregojmë edhe atë se çfarë mund të bëjmë bashkë përveç se kush jemi. Për kreun e qeverisë Kosovës është e rëndësishme që ky vend të mbetet tërheqës për afrimin e investimeve të huaja. Jem e vajza të ri në shtëpinë e Kosovës, po mirëpresin si në një vatër të talentit shumë ndërmarrës ndërkombëtar prestigjioz, dhe po ju tregojmë për mundësitë që ata të vinë në Kosovë, ku ekziston një rini e talentuar, energjike dhe e cila është njohëse e shumë gjuhëve të huaja. Korporata Elektroenergjitike e Kosovës realizon 97% të planit vjetor të prodhimit të energjisë elektrike për vitin 2025. Në bilancin vjetor energjetik thuhet se ky rezultat është arritur pas modernizimit të turbinave në njësinë B2, si dhe zbatimin e projekteve kapitale në njësinë B1, B2 dhe A3, duke siguruar funksionim të qëndrueshëm dhe të sigurt të sistemit energjetik kombëtar. Në raportin vjetor thuhet se periudhat me realizimin më të ulët lidhen drejt për drejt me fazat intensive të modernizimit dhe remonteve të planifikuara. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ekonomia shqiptare shënoi një rritje prej 3.75% gjatë 3 mujorit të tretë të vitit 2025. Ministra Adelina Ibrahimaj deklaroi se gjatë vitit që lan pas, ekonomia tregoi stabilitet dhe vijoi rritje e sektorit privat. Ky nivel të ardhurash dhe ky nivel rritje vjen në një kuadër politik ku nuk ka pasur rritje të paras fiskale, pra tregon që rritja ekonomike është e pasqyruar në rritjen e aktivitetit ekonomik të bizneseve dhe gjithashtu të gjitha përpjekjet e Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve për të ulur informalitetin kanë dhënë rezultatin e tyre. Borxhi publik ka ardhur në ulje duke arritur në 53.4% në 3 mujorin e tretë të vitit 2025. Të tjerë element të cilët nuk garantojnë vetëm rritje, por qëndrueshmëri dhe stabilitet të ekonomisë shqiptare janë borxhi publik, i cili është një tregues kryesor për të matur stabilitetin fiskal të ekonomisë shqiptare, ka ardhur në reduktim për gjatë gjithë viteve të fundit dhe në 3 mujorin e tretë të vitit 2025 ishte 53.4%. Për 11 mujorin e vitit që lan pas, të ardhurat buxhetore arritën në 688 miliard lek ose 6.3% më shumë krahasuar me një vit më parë.
Kryebashkiaku i Tiranës Erion Vilia e kërkon shpalljen e pavlefshmërisë absolute të dekretit e emërimit të prokurorit të çështjes së tij Olsi Dado. Vilia i depozitoi në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë një kërkesë pa di kundër institucionit të presidentit të Republikës së Shqipërisë të vitit 2007-2012 dhe prokurorit posaçëm Olsi Dado, duke kërkuar konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të emërimit të tij të fundit si prokuror nga noter që ishte në vitin 2008. Sipas padisë, emërimi i prokurorit është kryer në kundërshtim flagrant me ligjin. Vilia i kërkoi nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë të detyrohet të marrë vendim për përfundimin e menjëhershëm të statusit të magjistratit dhe ushtrimit në mënyrë të paligjshme të detyrës së prokurorit në fjalë. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Besfort Llamari, kërkon nga Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë hetim disiplinor ndaj gjyqtares së gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë, Eglantina Mikani. Shkak sipas ministrit janë vendosur shkelje të rënda procedurale në trajtimin e një çështje penale ndaj një personi të akuzuar për veprën ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit kryer në bashkëpunim. Sipas dokumentacionit të përcjellë nga Ministria e Drejtësisë, vendimi penal është zbardhur nga gjykatësia me një vonesë prej 14 muajsh dhe 24 ditësh. Sipas ministrit Llamari, kjo vonesë i heq të pandeurit mundësinë për të përfituar nga amnistia e vitit 2024. Edhe në muajin dhjetor, ministri Llamari kërkoi nga Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë hetim disiplinor për gjyqtarin e Lezhës Ilir Përdeda, pasi prej një viti nuk zbardhte vendimin e dhënë prej tij. Kuvendi i Shqipërisë miraton antarësimin në bordin e paqes propozuar nga presidenti Shëbaz Donald Trump. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkuan votat pavarësisht debateve të shumta të shkaktuara nga vendosja e emrit të kryeministrit Edi Rama në titullin e marrëveshjes si përfaqësuesi i Shqipërisë në këtë organizat. Pro marrëveshjes votuan 110 deputet. Mbyllet votimi. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projektligji miratohet në tërësi. Marrëveshjes i mungoi vota Edi Ramës, i cili la seancën pasi mbajti fjalën e tij para deputetëve. Pavarësisht votës pro, opozita kundërshtoi disa orë procedurën e përshpejtuar të kalimit në parlament të marrëveshjes. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tërhequr edhe zyrtarisht nga organizata botërore e shëndetësisë. Njoftimi vjen nga Shtëpia e Bardhë. Kjo përmbush angazhimin e presidentit Trump sipas një urdhri ekzekutiv të nënshkruar një vit më parë pas keq menaxhimit të COVID-19 nga organizata botërore e shëndetësisë dhe mungesës së vazhdueshme të reformës, llogaridhënies dhe transparencës, thuhet në njoftimin zyrtar të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.